Të punësuarit e kompanive Floracom dhe Luna kanë paralajmëruar kallëzim adekuat kundër udhëheqësisë së kompanive për shkak se, siç thonë ata, janë detyruar në mod të tillë të dalin në protesta për shkak të pagave të papaguara nga muaji gusht. Kryetari i Sindikatës së Hotelerisë dhe Turizmit Stojanxhe Kashikovski tha se nga dita e djeshme të punësuarit kanë ngelur edhe pa sigurim shëndetësor dhe se në mesin e tyre ka persona me sëmundje kronike apo pacient onkologjik, të cilët kanë ngelur pa terapi. Të punësuarit e kompanive Floracom dhe Luna sot sërish dolën në protesta për shkak të pagave të papaguara nga muaji gusht me bllokim të bulevardit Ilinden. Ditën e djeshme të gjithë të punësuarit edhe nga ndërmarrja publike, parqe dhe gjelbrim dhe të dy kompanit në fjalë bllokuan më shumë udhkryqe dhe në atë mënyrë shprehëm revoltën tonë për pagat. Protesta që i mbajmë 3 ditët e kaluara ishin të fryqshme, por pagat u lëshuan vetëm për të punësuarit në ndërmarrjen publike, parqe dhe gjelbrime, ndërkaq për 2 kompanit si motra jo. Kashikovski tha se nëse gjatë ditës së sotme nuk paguhen pagat për këta punëtor, protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim. Ata po ashtu kërkojnë përmirësim të kushteve, përkatësisht pagesës të K15, shpërblim jubilar, shtesa për vitin e ri dhe shpërblim i largimit nga puna për punëtorët që u përfundon marrëdhënia e punës.